Mirë se po takohemi përsëri shikues të televizionit duke agjenjë dhe të emisionit Top Bizneset. Sot kemi ardhur tek një agjencion i cili do t'ju mësoj dhe do t'ua mundësoj që edhe ju ta keni një biznes tuaj personal. Nëse jeni ndërmarrës, e keni një ide për ta hapur një biznes dhe nuk keni financim, kjo është çështja që ju mundon. Kështu që agjencioni për financim në Kosovë ua mundson dhe ua bën ëndër në realitet. Nëse keni idenë, mund të vini ta paraqitni në këtë agjencion dhe sigurisht do t'ju mbështes me anë të financimit. Për ta dëgjuar të gjitha këto mundësi që ju ofrojnë për ju, por gjithashtu edhe një historik dhe rrugëtim të kësaj agjencioni, shkojmë dhe dëgjojmë së bashku. Jani. Faleminderit shumë për kohën dhe që na prit me realizu këtë intervistë. Paraprakisht unë veç ju tregova shikuesve se ku kemi ardhur, po për krejt ata që nuk e dinë edhe pse ma merr mendja që është një numër i vogël, për shkak se gjithë janë të njoftuar me AFK-n, a mundesh edhe një herë për nga afër kështu të më na tregu se çka është AFK-ja dhe çka ofron ajo? AFK-ja është institucion mikrofinanciar që ofron shërbime financiare për gjithë ata që janë ekonomikisht aktiv, që dojnë me zhvillu biznesin ose mi përmirësu kushtet e jetesës. Po unë e shoh AFK-n më shumë se financim, e shoh si mundësi që një ide mu kthy në realitet, mundësi që një biznes mu zhvillu. Sa shfrytëzojnë qytetarët këtë mundësinë për zhvillim? E shfrytëzojnë shumë. Muj me thonë kretë Kosovën na jena të hapën, kemi 31 degë. Kemi mbi që më sa punëtor që shërbejnë direkt për ta. E pse duhet një person me zgjedh AFK-n? Këtu isha përgjigj, jo shka manojmë na pse na zgjedhin, po shka ata thojnë që na zgjedhin. 3 fjalë më thonë që ata i deklarojnë janë mikpritja, besimi edhe shpejtësia. Edhe këto 3 fjalë bojnë që klientat vazhdimisht më na zgjedh edhe më na rekomandu të tjerë. Çka e dallon AFK-n nga të tjerë, për shkak se dim që ka edhe institucione të ngjashme që operojnë kështu me të njëjtën frymë ndoshta? Po secila është unike dhe AFK-ja mendoj që e dallon dimensioni social, ku impakti i AFK-s shkon përtej klientit. Rrin edhe në komunitet, në dimension gjon edhe në planet. Unë e kisha përmend një rast gjatë Covidit. Po, patjetër. Ku shumë klienta u përballen me vështirësi, kishin problem me pagu kistet çdo muaj, edhe shfrytzuan atë opsionin që japi banka qendrore për mi shty kistet e kredisë. Këtu AFK-ja zgjodhi që mos me apliku interesa shtesë. Për shkak që kemi ndjem ata, kemi menu për te fitimit. Edhe këtë dimensioni social, unë mendoj që fillon mas pari me punëtorët. Mandej te klienti, te komuniteti, deri te planeti. Cilët janë ata klientët ose personat që AFK-ja synon me mbështet? AFK-ja synon me mbështet individ, ekonomi familjare, bujq, fermer, gra ndërmarrëse që kanë nevojë për financim për mi zhvillu aktivitetin e tyre. Prej këtyre kategorive që i përmendet gjatë, cilët janë më aktiv në AFK? AFK është më shumë orientuar në bizneset të vogla dhe agrobizneset. I përmende edhe gratë ndërmarrëse, sigurisht kjo është një mundësi e mirë që me i leju ato më u zhvillu më shumë në çfarë do aspekte që ato e kanë qëllimin. A mësh me fol pak për çet pjesën se si qëndron AFK-ja në raport me këto gratë ndërmarrëse që kanë dëshirë që të zhvillojnë idetë e tyre më tej? To po që gratë i kanë disa nevoja më të veçanta, AFK-ja ka dizajnu produkt veçantë për gratë, ku i ka ofruar disa lehtësi në mënyrë që ato më qasë këtë dive. To di që këto po, që gratë kanë shumë më pak kolateral, ne aty ne kena ofruar disa lehtësi
me soi përket kolateralit. Përkundër krejt këtyne, gratë tregohen shumë përgjegjshme në kthimin e kredive. A mundi me thonë që më të përgjegjshme se gjinja bashkëkollore? Ato e marrin me përgjegjësi, po numa tregojnë që ato paguajnë ashtu më mirë. Deri me tash disa herë përmendëm bizneset e vogla. A na tregon në çfarë mënyre ndihmon AFK-ja këto biznese? Për shkak se munden me qenë shumë shikues të pakët që kanë një ide për me zhvillu, por ndoshta nuk e kanë mundësinë e financimit. Si i ndihmon AFK-ja bizneset e vogla? Shumë biznese kanë ide, kanë vullnet, besa dhe aftësinë për mi çu idetë e tyre përpara, po ju mungojnë mjetet financiare. Dhe AFK-ja ju ofron çështjen të mjetet financiare. Po përveç mjeteve financiare, AFK-ja ofron edhe çështjen në njohuri, aftësi përmes trajnimeve, e cila u tregon një mënyrë suksesshme për mi arrit qëndrueshmërinë e biznesit. Për shkak që sa më mirë që dinë njerëz, edhe veprojnë e bojnë më mirë. I përmendet trajnime, do të thonë mbani trajnime edhe me klient. A mundosh më na shpjegu këtë pjesë pak më gjursisht? Po, një prej vlerave thelbësore të AFK-s është kontributi në komunitet. Te kontributi në komunitet, përveç shumë iniciativave, ofrojmë edhe trajnime. Për shkak, që thash edhe më herët, trajnimet ju treguan një mënyrë efikase për me zhvillu bizneset suksesshme. Një ndër të fundit që i kemi organizu vitin e fundit ka qenë Micro Business Game, i cili ndihmon shumë, ndihmon pjesëmarrës ose ndërmarrës se qysh arrihet deri te qëndrueshmëria në biznesi. Qysh mirën vendime, qysh analizohen situata, qysh menaxhohet risku, qysh shfrytëzohen mundësi. A kanë rezultu këto trajnime të suksesshme mandej? Ky trajnim ka qenë shumë i pëlqyeshëm për shkak që përdoret një mënyrë interaktive, ku pjesëmarrës nuk janë vetëm dëgjues të trajnimit, po janë aktiv përgjatë gjithë trajnimit. Zhvillohet përmes lojës, po ka edhe mësime shumë të mira, se aty folim për edukimin financiar, menaxhimin e biznesit, shfrytëzimin e mundësive. Deri tash disa dhe gjatë bisedës që e kishim, na lëmë në kuptu ky raporti i afërt që ka AFK-ja me klientët. A ka ndodhur ndonjë rast që nga ndonjë ankesë, kritik e klientëve, AFK-ja me bon një ndryshim në punën e saj, në procesin e punës saj, apo çfarëdo aspekti tjetër? Po, për ne është shumë rëndësishme një dëgju klientin. Për ato edhe kemi kriju mekanizmin e ankesave. Ajo përveç që tregon që na dëgjojmë klientin, po na edhe marrim aksion me ndryshu ato shka janë papërshtatshme për klientin. Kështu që sa herë që dikush ankohet, na marrim ato si një dhuratë. Na animon mu përmirësu, për mu zhvillu. I përmendëm trajnime disa herë, dim që jeni udhëheqës i departamentit të trajnimeve. Na tregon se çka saktësisht është puna juaj për dikë që ndoshta nuk ka shumë njohuri në këtë aspekt. Trajnimet fillimisht i fillojnë me punëtor të ri, ku ju flasin për kulturën e kompanisë, si ta bojnë punën e tyre. Po një prej gjërave që të para që i marrim me ta është edhe kujdesi ndaj klientit. Për shkak që na jemi shumë përkushtuar, jemi të orientuar drejt klientit. Përveç trajnimeve me punëtor të ri, na i marrim trajnime edhe punëtorëve ekzistues. Për shkak që secili punëtor sot shikon të punoj diku jo vetëm për një rrugë, po edhe ta ketë mundësinë të rritet e zhvillohet. Edhe AFK-ja tu ditë këtë fakt, investon në zhvillimin e njerëzve të saj, i cili është një investim jashtëzakonshëm.
se edhe AFK-ja nuk mundet më rrit, po rrit njerëz të saj. Kjo bën dy gjona njëkohësisht. Kjo bën që na edhe me muaj talentat ekzistus, po nonën tjetër na animon edhe me rekrutu talenta për shkak që ata para se mi zgjedh në punë shohin çka kompania po ofron. Ju personalisht sa vite jeni pjesë e AFK-s? Unë që 18 vjetë punoj në AFK. Sigurisht 18 vite është numër i madh, ka afro 2 dekada po i bie. Çka ju ka bo që me qenë pjesë e AFK-s për një kohë kaq të gjatë? Mu i me thonë AFK-ja vlerëson si njeri. Ka investu ne, na ka nimu më ardhë këtu ku jemi. Kultura kompanisë është ku ekziston një siguri e madhe psikologjike, ku na nuk jemi në asnjëherë në rrezik që dikush po na largon nga puna. E ki pas mundësinë mu rrit, mu zhvillu. Janë disa momente gjatë karrierës ku për ty nështë ka në rëndësi, AFK-ja ti ka kuptu, edhe ti do me një farforme një akthy atë. Kjo bën nështë më konë edhe na punëtor besnik. Të kthehemi tash tek agjencioni, sa është rëndësishme për këtë agjencion që me kuptu s'pari nevojën e klientit përpara se t'ja ofroj produktin financiar, domethënë. Po, zakonisht na mundohem mi dëgju klientat për shka kanë nevojë. Mandej menojmë qysh me produktet tona mu i minimu që mi arrit qëllimet e të ne. Gjithmonë të vendos interesin e klientit përpara. Se ku klientat tonë janë mirë, edhe na jena mirë. Çfarë do të thotë për juve një sukses i një biznesi të vogël, ndoshta që është financuar nga AFK-ja? Kjo është nështë ajo edhe shka na motivon neve me punu. Ku e shohim impaktin e punës tonë në biznesin e dikuj, ose në shpinë e dikuj. Që ajo na mujmë me thonë në zgjën, çdo ditë me dalë, me punu, ku nuk menojmë vetëm për numra, po menojmë për impaktin që mujmë i pas në jetën e njerëzve. E përmende edhe shtëpin, po edhe biznesin. Dhe me thonë, deri më tash fokusi më i madh i bisedës sonë, më duket se ishte kjo çështja e bizneseve të vogla, po kjo nuk është financimi i vetëm që e ofron AFK-ja. A mund të më shpjegu më gjërësisht këtë pjesën tjetër? Po, na i ndihmojmë edhe atyne që dojmë mi përmirësu kushtet e jetesës, ku i kemi dy produkte të veçanta, një është konsumuese dhe tjetra është për renovim. A na shpjegon këto konsumuese, renovim vetë se po kuptohet, po këtë pjesën tjetër ndoshta për shikuesit cilët edhe kanë nevojë për me përmirësu kushtet e jetesës në këto aspekte. Po mundet me qenë këto nevojat e ciklit jetësor. Një shkollim, një martesë. Sigurisht po aq e rëndësishme që puna dhe ndihma që ofron sot AFK-ja është edhe pjesa e historikut. Nëse mund të shpak në disa pika të shkurtra, ndoshta mund dalte kjo pjesë për gjithë shikuesit që nuk kanë pas më herët mundësinë me dëgju ose edhe me lexu diku më herët për këtë pjesë. AFK-ja është institucioni i parë mikrofinanciar në Kosovë, i cila është themeluar vitin 1999 nga Merci Corps. Zyra qendrore është në Pej, sot i kemi 31 degë në tërë territorin e Kosovës. Mbi 200 gjallat punëtore. Janë disa të arritura mbi 100 milion portofolio. Çka e ka bo AFK që me qëndru kaq gjatë dhe me këtë besueshmëri që ka sot? Besimi i klientave mund të konë një prej arsyeve që ka ardhur te suksesi. Për shkak që klientat e vlerësojnë ku ti je transparent, ku ti merr vendime në interesin e tyre, jo vetëm tonën. Nëse një ndërmarrës ka një ide të mirë, të themi, për biznesin, por i mungon ana financiare, cilat janë hapat e parë që duhet me i ndërmarrë? Ka pas shumë raste ku dikush ka punu dikush, e ka pas aftësinë për mi bë punën dhe ka dashur me i hap biznesin e tij. Ku dikush ka tregu gjatë vizitës që ka planifiku, ka
ka mendu shumë që do mi zhvillu biznesin, edhe neja kemi jap atë ndimen financiare që me ardhë ideja ti me u bo realitet. Çfarë do të thotë për AFK-n që të jetë pranë klientëve? Të jesh pranë klientit do të thotë ti dëgjosh klientat, ti kuptosh, ti jesh në dispozicion ku ata kanë nevojë për ty. Dhe këtu rolin kryesor e lun linja jone e parë, e cila është në kontakt çdo ditë me ta. Ti jesh pranë klientit është dhe veprosh në interesin e klientit, që ti me qenë pjesë në rrugtimit në suksesin e tij. Çfarë bën në klientin që pasi ta përfundoj bashkëpunimin me AFK-n, me rujt një marrëdhënie afatgjatë me të? Qëllimi jonë si AFK nuk është mi bu një shitje, po me kriju klient për ton jetën. E me kriju klient për ton jetën, ata nuk mjafton më konë veç knoqen, duhet më konë ma njiten me ne. Por ato na edhe i trajnojnë punëtorët që gjithmonë me shku në i hap tutje, mi bëhet extra mile-in, mi bëhet një lidhje emocionale me klientin që e bën që të lidhjen marrëdhënien me klientin. E sa është e rëndësishme për AFK-n që me qëndru pranë bizneseve dhe pranë personave që janë jashtë qendrave urbane dhe sa ka ndiku kjo në qasjen e bizneseve të vogla për financim? Shumë e rëndësishme, pse ne nuk i financojmë vetëm bizneset regjistruar, ne i financojmë edhe ekonomitë familjare ose fermer, bujq. Për ne është shumë e rëndësishme të jemi në çdo hapësinë të Kosovës, pa marrë parasysh a është zonë urbane apo rurale. A dini pastaj në terren ndoshta për mi pa këto pjesë të se si ka shku procesi i këtyre bizneseve? Vazhdimisht, ne i monitorojmë kredit, ku shohim me financimin tonë biznesi a është promisu, a është zhvillu, a mos ka has do një pengesë. Ato përveç që shërbejnë si informacion, ti e përcjell klientin dhe në rastin tjetër kur ka nevojë, ju mundi me marrë vendim shumë më lehtë. Pasi ndoshta të përfundon ky procesi i financimit, a organizoni ju si OFK ndoshta ndonjë takim me klientët për me realizu ndonjë bisedë, ndonjë focus group, por që ndoshta kjo fjalë focus group nuk është e njohur për gjithë shikuesin, ndonjë takim, kështu ndonjë bisedë me një numër të klientave? Kemi organizu dhe organizojmë focus grupe, mundohem me kuptu shka klientat tonë vlerësojnë, shka këshin dosht ata ndryshe, mënyrë që na gjatë gjithë kohës duhet me ndryshu me qëllim që mu përmisu. Cili kish me qenë një mesazh që kishi dash me përcjell njerëzve që kanë një ide, biznes ose që kanë nevojë që AFK-ja mund t'ju gjendet pranë? Mes mi leju që mungesa parave mu konë fundi i ëndrrës tyne. Biznesi kërkon guxim, po kërkon mi gjetë edhe partner të duhen. Kështu që në vetë vijin, flasin me ne, t'i gjejmë ato pikat se qysh mu i mi qu idene të në përpara. Në bazë të kësaj që thatë, ajo çfarë po mbije kështu të parasysh me thanë është që edhe një pyetje nëse ka prej moshave të reja që kanë ide, edhe kanë atë guximin që me ardhë me kërku ndihmën financiare, apo zakonisht ato moshat ma të shtyra, apo ka edhe prej moshave të reja që vinë e kërkojnë këtë pjesë? Prej 18 plus deri në 70 vjet AFK mundet me financu. Kështu që nuk është më rëndësi edhe aq shumë, domethënë kurse e mëna kësaj moshe, sa vjet i ki, po ma shumë lunë rëndësi sot të je vendosen për mi qu idenë tona përpara. Ne po të falenderojmë shumë për kohën, për gjitha këto shpjegime që i dhatë për shikuesit, për neve ishte kënaqësi me dëgju nga afër këtë rrëfim dhe këtë rrugtim.
shikues të nderuar, deri tash ishim duke dëgjuar rrëfimin, rrugën dhe suksesin e AFK-s, ndërsa tash kemi ardhur me papër nga afër punën e një bujku, si është përditshmëria e tij në këtë motë të nxehtë, por gjithashtu edhe përvojën e tij me AFK-n. I nderuar, faleminderit shumë për kohën që ndat dhe që pranuat me realizu këtë intervistë të shkurtër. Dëshiroj mirë së ardhja. Faleminderit shumë. A na tregon fillimisht një ditë e jotja si bujk? Ditë jam me mëngjes zgjohem dhe fillojmë të bagtia. I mjelim, ju qesim, ju ushqim dhe qesim fush. Ndërsa tash të ndalemi pak te AFK-a, na tregoni se si keni dëgjuar për herë të parë për të? AFK-n kom dëgjuar përmes një kolege që është bankë mirë dhe na kanë ndihmuar. Sa kem pas nevojë, na kanë ndihmuar. Kom respekt për këtë bankë se na kanë ndihmuar me nevoja aq sa na u kanë nevojit neve. E pse keni vendosur me u drejtu AFK-s? Kem vendosur pak ma e lirë diçka. E për çfarë ju kanë ndihmuar financimi? Kanë ndihmuar në mjetet bujqësisë me maqinerie që ishte. Pastaj si ka ndiku kjo financimi që keni marrë nga AFK-a në biznesin që ju tashmë vetë e bëni? Kem shtu disa pajisje për këtij AFK-s. Dhe me thënë keni shtu pajisje, edhe si ka ndiku ato pajisjet pastaj në punën që e bënin për ditëshmëri, a ka lecu kjo procesin e punës? E ka lecua. Po, kur keni shku atje në AFK, si ka qenë përvoja me stafin aty? Me stafin kum kalu shumë mirë, me kur një bankë ma mirë jo. Thëmë drejtën, adin jenë konë shumë cjellëshëm. Çfarë ju ka pëlqy mas shumë ti tek AFK-ja? Kanë pëlqy biseda me ta. Jenë mundu në atë mënyrën që qysh me pagu ratat të me rasishme, jenë me shku në atë mënyrën më të mirë në mosi. Ka konvenu edhe mo. Në qofë se dikush ju pyet në bazë të përvojës tënde, a e kishe rekomandu të dikush tjere të në bankë? Me njerë. Pse? Pse me i kryj punë. E çfarë ju kishit thënë në personat që mendojnë për me apliku te AFK-ja? Ju kisha thonë që mos hezitoni, po vazhdoni me njëherë në atë degë aty me shku të AFK-ja. E sa ka ndryshu puna prej para se me marrë financimin nga AFK-ja edhe tash për juve? Mirë ka ndryshua, pritet me ndryshua hala diçka ma mirë. Faleminderit shumë për kohën. Respekt. Pra të dashur shikues, e nisëm rrëfimin nga AFK-ja për të dëgjuar historikun, rrëfimin, po gjithashtu edhe mundësi që i ofron për ju, ndërsa vazhduam tek një klient i AFK-s i cili e kishte përdorur këtë financim për të zgjeruar edhe më shumë veprimtarinë e tij bujqësore. Ndërsa për neve ishte kënaqësi të shohim për nga afër suksesin e tij dhe që ishte forcuar edhe më shumë ekonomikisht. Ne po ju lëm ta kemë në episodin e jashtëm, deri atëherë mirupafshim.